Sa janë sot faktorë shqiptarët në Macedoninë e Veriut, apo lëviz vendi drejt zgjedhjeve të reja të parakoshme, a do të ketë ndryshime në pushtet, a do të ndryshojë edhe vendet, partitë politike shqiptare, derisa Vleni vazhdon të qeverisë me VMRO DPME në një qeverisje që shpesh ka marrë kritika për shkak të zbritjes së nivelit të përkushtimit ndaj shqiptarëve, po ashtu ishte shumë problematike edhe çështja e gjuhës shqipe dhe përdorimi i saj edhe në nivel të larta të shkollimit, si është gjendja në subjektet e tjera politike. Një nga subjektet më të vjetra politike në Macedoni, Partia Demokratike Shqiptare, së shpejti të mbaj kongresin e saj të rregullt, në cilin do të pozicionohen edhe për periudhën në vazhdim, se çka pritet nga kjo parti dhe si e sheh kryetari i saj gjendjen politike në Maqedoninë e Veriut dhe të shqiptarëve në përgjithësi, do të flasim sonte në Rubikon me zotin Mendu Thaçi, kryetari i PS-s. Mirësevgjelet Rubikon. Faleminderit, mirësevgjelet. Edhe me ne sot edhe zoti Azdran Shala dhe zoti Avni Arifi. Mirësevgjelet. Për dëshë, se e thash, kur është me shkurtesa nga një na ngatrohet. Pra, çka mund të presim nga kongresi të cilin do ta mbani tash në pjesën e dytë të këtij muaji? Ndoshta pak duket e komplikuar për Kosovën kur i shet drejtat apo shqiptarët e Maqedonisë. Një konstatim që është i përgjithshëm është se ne jemi mirë. Dhe mund të jetë kështu. Po kjo nuk është ndonjë rezultat i politikës shqiptare. Partive politike shqiptare në Maqedonisë. Shumë njerëz duan ta krahasojnë gjendjen e shqiptarëve para 37 vjetëve dhe tani. Nuk krahasohet. Jo, po kjo që duket se tani është mirë është si rezultati disa proceseve të natyrshme demokratizimit krejt Ballkanit e kështu me radhë. Ne nuk kemi si shqiptarë ndonjë sukses të vërtet brenda atij shtetit, të cilin sukses mund ta quajmë neni 2 kushtetutës, apo e drejta e vetës, apo e drejta e konsistencës politike, ku gjithmonë shqiptarët duhet të merren parasysh si faktor shumë i rëndësishëm. Partia Demokratike Shqiptare është parti shumë e vjetër, por paraqitja e saj ka qenë si fraksion për partisë parë, e cila donte të vazhdojë politikën brenda Maqedonisë me metoda apo me teori politike të ish shtetit Jugosllavisë, barazia, vllaznim bashkimi e kështu me radhë. Ne dallonim për shkak se që në fillim kërkuam zgjidhje juridike kushtetuese brenda shtetit, që të neve të na garantohen disa drejta me ligj dhe me kushtetutë. Sot, sipas meje, situata është shumë keq për shkak se agresioni i maqedonasve, përveç si ka qenë antishqiptar, me këtë qeverisjen e fundit, apo me këto grupimet e fundit politike, apo pseudopolitike që janë qeveri, ka kaluar dhe brenda korpusit politik shqiptar. Macedoni qeverisjet e fundit ose grupimet politike shqiptare? Thash edhe Vleni janë pak diskutabil, disa janë Vlen, më pastaj një pjesë e Vlenit ka shku, ka BDI e kështu me radhë. Agresioni i tyre brenda skendës politike është se ata janë bërë shumë pretencios, tash bile edhe më shumë se Serbia. Më shumë se Serbia? Po tentojnë që ta menaxhojnë edhe skenën politike të shqiptarëve. Apo ja dalin? Me Vlenin ja kanë dalë. Ja kanë dalë. Ja kanë dalë. Kur arrin që brenda qeverisisë të vendit kanë 7-8 grupacione të quajtura parti politike, aty tashmë i funksionon kërcënimi hapur ndaj grupimeve politike të shqiptarëve se po s'deshte ti e marr tjetrin. Veç me ndërhy, kur po thënë përmes Vlenit, ka ndërhy një jetën politike të shqiptarëve. Të marrë parasysh që kryeministri i Kosovës, Kurti, e ka kriju Vlenin. Ajo do thonë që kryeministri Miskovski është përmes Kurtit ka depërtuar në grupacionet politike shqiptare. Unë i kam raportet korrekte me VMRO DPME për shkak se kam qeverisur 2 herë me ta, dhe po ju them sinqerisht se Vleni ka kriju kryeministri Mickovski. Vadi shtëpinë, vendin, kuën, çajër e kështu me radhë. Po do të them, Albin Kurti është vetëm një ngjitje, bashkangjitje e këtij aktiviteti politik dhe dëshira e tij për të tregu rahatgjoksi apo për të tregu
ka pa dajlëk në raport ndoshta me kryeministrin e Shqipërisë, me Ramën apo me të tjerët. Po i referohem edhe Taravarit, që tha që Kurti e ka kriju. Po Taravarit nuk i vjen mirë, thot Mickoskis, i dukeshte më patriotizëm atëherë, që po unë po të flasë realisht. Edhe pse s'dihet se cila mund tjetë më rënd nëse gjendja është kështu. Nëse është krijuar nga Mickoski dhe ja ka dhënë shtytjen zoti Kurti, apo nga Kurti, por ja ka marrë Mickoski. Është krijuar nga Mickoski, po legjitimimin shqiptar ja ka dhënë Kurti. Që i bie pa vullën e Kurtit, do t'ishte pozicion më i dobët. Më i dobët shumë. Dhe kur flasim për kryeministrin e Kosovës, këtu edhe një fjali dua të sqaroj. Nuk është edhe aq e keqe që një kryeministër apo një kryetar partie me pas raporte të mira me një parti. Këtu e keqe që unë shoh është s'ka lidhje vleni, le të vazhdoj ai ta mbështet. Po në mënyrë të automatizuar e mbështet politikën e VMRO-s, se VMRO është partia kryesore qeveritare. Në mënyrë të tërthort, nëpërmjet e vlenit, a e legjitimon politikën e Mickoskit, e cila tashmë 2 vjet është vlerësuar si politikë anti-shqiptare. Politika anti-shqiptare, tash 2 vjet. Pa diskutim. Mund thuhet kështu hapur. Sigurisht, po... Se? Çka po bën ndryshe nga ç'kemi parë nga qeveritë e fundit udhëhesura nga Macedoni? Një fjali përpara. Kjo nuk është politika anti-shqiptare banale e shekullit kaluar që bënte Miloševići dhe Shosheli. Është më sofistike. Më e padukshme. As fuqin s'mund ta ketë asnjëherë të Miloševićit e Shosheli. E para, politika anti-shqiptare është një poshtnim dhe nënçmim i madh i partnerëve të vetë që i kanë qeverisë, që si pyet për asgjë. Po i përshënon partner, po përshënon Mickoski vlenin. Edhe në publik, edhe në caktim të kuadrëve. 90% kuadrëve shqiptare që caktohen dhe që vleni i përveçson se janë kuadrat e veta, janë kuadrat të cilët shkojnë e marrin bekimin të Mickoski. Nuk janë këto shpifje, janë njëri i vjetër në atë skenë dhe i njohë të gjithë akterët politikë. Çështja e dytë, dëshira e jonë si shqiptarë, si forca politike shqiptare, që qeverisën e Maqedonisë ta mbajmë në hullit e 2 popujve, ku të drejta do të realizohen të 2 popujve, ndërsa dhe aspekti ekonomik do t'jetë i barabartë për të 2 popujve tash ka përfundu. Diskriminimi ekonomik që vinë për qeverisë Maqedonisë në raport me shqiptarët është edhe horizontal, është edhe vertikal. Vetëm se të pasin nëse po, mirë, përfundoni do t'ju gëpër. E treta, qasja e ti anti-evropiane, apo mos dëshira e ti që absolutisht bisedoj për deblokimin e procesit integrues, në mënyrë të automatizuar është veprim anti-shqiptar. Duke pas parasysh se ne shqiptarët atë kemi qëllimin kryesor të politikës tonë.